Atëherë, Fatos, të kam në linjë. Një mbrëmë për shteti i lirë dhe një përshtes nga dëtosha gjykata e apelit, jemi në perimetrin i cili është vendosur nga kordoni i policisë dhe dëtosha padyshim një ngjarje e rëndë, ajo çfarë ka tronditur pas ditën e kësaj të hënë kryeqytetin Tiranë. Pikërisht është vrarë një gjyqtar në sallën e gjyqit me një pasmarrimi të sansës gjyqësore, pikërisht autori i krimit, i cili është arrestuar me një nga forcat e policisë, pikërisht 30 vjeçari Elvis Shkambi ka qelluar me armë pistolet. Gjyqohet dhe është thënë kështu, pikërisht ka qelluar në drejtim të gjyqtarit Astrid Kalaja, 62 vjeç, i cili ka ngelur, si të thua shqipa, gusur fillimisht, por gjatë transportimit, do të thosha drejt spitalit. Ka humbur jetën. Ai ka ndëruar jetë gjatë rrugës, do të thosha rrugës për në spitalin e traumës. Një ngjarje vërtet e rëndë në fakt që mënyra se si ka rrjedhur, sepse gjatë një seance, gjyqtari Astrid Kalaja, i ndjeri i cili është tashmë ka ndëruar jetë, siç e thash pak më parë, ka dhënë vendimin e tij ku sipas asaj çfarë autori dyshor i ngjarjes, pikërisht autori i arrestuar më saktë më pas, pikërisht Elvis Shkambi ka thënë se e kam qelluar pasi unë kam humbur gjyqin, isha me dokumenta, ka thënë marrjen e pyetje që është bërë nga oficerët e policisë kriminale dhe në komisariatin numër 1 fillimisht dhe pas në drejtorinë e përgjithshme policisë në kryeqytet, ku është marrë në pyetje dhe ka thënë se unë kam humbur një gjyq të cilin kam qenë dokumenta të rregullta, ndërkohë që gjyqtari Astrid Kalaja ka dhënë vendim kundra meje. Kjo ka qenë fjalë e para për ti, ndërkohë që ajo çfarë e bën po shqetësues, aktin është si ka mundur të futet arma e krimit brenda një institucioni ku sigurisht ka masa sigurie. Unë do të padyshim që kjo është ajo çfarë dilema më e madhe e gjithë kësaj ngjarje. Përtej asaj çfarë se si ndodhi, dilema më e madhe se si brenda një institucioni ligjor, një institucioni që duhet mbizotoj pikërisht ligji, futet një armë e cila dhe më pas shkakton një ngjarje vërtet të rëndë. Në fakt, pretendohet se në hyrje të gjykatës apelit, një gjykatë e cila tashmë merret me çështjen e policisë dhe me çështje ndryshme, ka arritur që të mos ketë një kontroll tim të sillshëm, por janë futur pa kontroll, ndoshta pa kontrolluar mirë, si thua ajo kontrolli të sillshëm, dhe ndoshta kjo ka bërë që ai të hyjë drejt për drejt pra të fusë edhe armën me pistolet në sallën e gjyqit, ku ka qëndruar për disa minuta, sepse seanca gjyqësore është zhvilluar, ku ka qenë palë kërkuese pikërisht Elvis Kurtaj, por gjithashtu edhe sepse ka qenë një seancë e cila është për çështje punësie. Ka ndodhur për çështje punësie, pikërisht kjo vrasje ka qenë Elvis Kurtaj dhe Rakip Kurtaj, palë kërkuese, ndërkohë që Elvis Shkambi dhe xhoxha i tij Gjosh Shkambi ka qenë pikërisht pjesëmarrës në seancën gjyqësore, ndërkohë që vendimi është dhënë në favor të babë dhe birë, e thëmë kështu Elvis dhe Rakip Kurtaj, pikërisht nga qyteti i Shkodrës. Kjo është, në fakt ka ndodhur një ngjarje sepse diskutohet për çështje punësie, një ndërtesë e cila vazhdimisht ka qenë në qytetin e Shkodrës epicendër e gjithë kësaj dinamike. Shkambi ka dhënë deklaratë në media ku thonë që unë kam dokumentat, është në punësi timin, ndërkohë që në këtë seancë të sotme pikërisht ndodhe kjo ngjarje tepër e rëndë në sallën numër 5 të gjykatës apelit, ku mbetet i vrarë gjyqtari Astrid Kalaja. Nuk di në këto momente ka zhvillime të tjera, megjithse kanë reaguar edhe autoritetet shtetërore, vetë presidenti i Republikës e ka dënuar këta akt të tmerrshëm në ambientet e gjykatës. Këtu përpara pak pas ndodhjes së ngjarjes së rëndë si të thuash gjykatës apelit, ka qenë 2 prokurorë të Spakut, Adnan Xholi dhe Vladimir Marra, të cilët kanë mbritur më herë në gjykatën e apelit për të kryer si duhet të jenë ata të cilët kanë marrë përsipër për vijimin e hetimeve, së bashku me prokurorë të tjerë të çështjes, ndërkohë që përveç kësaj unë do të thoya që mbas ekzekutimit pikërisht autori i kësaj ngjarje të rëndë, Elvis Shkambi, 30 vjeç, i ka lënë armën me cilën ka kryer krimin, ja ka lënë oficerit do thosha të sigurisë pasi ka dalë dhe pikërisht në ambientet e jashtme të gjykatës apelit, ku dhe ne ndodhemi disa metra në krah të. Është faktuar kjo gjë? E ka lënë armën me cilën kreu. Krimin ja ka lënë oficerit. Po, e kuptoj, po është e faktuar.
është fakturë kur nuk ja ka dhënë, edhe një ta kuptojmë. Me një pas krimit autori E kuptoj, pra ky është një moment i faktuar tashmë, që arma i është dhënë. Është i faktuar, fillimisht u dyshua se mund të ishte Gjosh Shkambi autori i kësaj ngjarje, i Edis Shkambit, por në fakt duke qenë se nuk dihet se çfarë kishte ndodhur, nuk dihet sa persona kishte plagosur brenda gjykatës apelit, unë më njëherë pasaj vesh se ngjarjen e kishte pikërisht shkaktuar Edis Shkambi 30 vjeç dhe jo Gjosh Shkambi, ai i cili ishte më tepër kishte konfliktin e pronësisë me Ervis dhe Rakip. E kuptoj, shumë i qartë, shumë i qartë. Qyteti i Shkodrës. Unë të falenderoj për këtë lidhje, për të gjithë dinamikën e ngjarjes edhe detajet e imtësishme që ti na solle në këtë edicion informativ. Faleminderit. Unë ju përshëndes, ju uroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme dhe punë të mbarë në vijim.